Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi edhe natën e sonte sërish me mua Tirona Lilin në emisionin A më dëgjon, për të ndarë sonte një bisedë shumë të ngrohtë, nuk do ta quaj intervistë, një bisedë që në fakt ka nisur janë bërë një 4 vite. Kemi komunikuar për intervista, unë e mirë kuptoj, sepse ka disa gazetarë që mund të thonë po ta ka kthyer ftesën. Jo, nuk ma ka kthyer ftesën. Angazhimet e shumta që ajo bëri në jetën e saj, do me thënë unë kam komunikuar me Vlora Kastrati, një artiste e mrekullueshme e muzikës shqiptare, kam komunikuar në momentin kur e nxori këngën Ska si peja, por vrulli i intervistave, fama që mori, ishte aq shpejt te kjo artiste sa që nuk kishte mundësinë që të udhtonte për në Maqedoni. Por kur një diçka është e sinqert, Zoti e bën këtë gjë. Dhe pas 4 vitesh, unë edhe Vlora, në fakt unë kam nderin dhe respektin që në studion time të kem Vlora Kastratin sot me një bagazh edhe më të gjerë. Vlora, faleminderit shumë që pas 4 vitesh takohemi ne të dy së bashku. Ishte kënaqësi e madhe, kam prit me sa vite, por që kështu ishte edhe puna që nuk kam mujt me ardhë, pasi që mora dhe ftesën të jem këtu në Shkup, ashtë të tregoj që do jem në Shkup dhe të vite ju. Faleminderit, je shumë e mirë. Në fakt, unë që në momentin kur e pash reklamën që do t'jesh në Shkup, thash me se s'ban. Intervista do bëhet tani, e kemi mundësinë. Do të rikthehemi vite më herët. Sot do të jemi pak nostalgjika, unë edhe ty së bashku. Vlora Kastrati në vitin 1987 ishin tingujt e një violine që realisht premtonin një yll në ngritje në Kosovën tonë të bukur. Por lufta dhe fati kishin plane të tjera në atë kohë. Në vitin 1993, kur rrugët e Prishtinës mbusheshin me pasiguri, Vlora e la ëndrrën pas, gjithashtu edhe violinën shumë të dashur, edhe mori rrugën për në gurbetin, unë do ta them gurbetin e dhimbshëm që marrin rrugën të gjithë shqiptarët. Dhe pyetja që vjen pas këtij përshkrimi të vogël dhe emocional është sa kushton Vlora apo sa peshon një ëndër që mbetet në mes. Ti realisht ëndra të mbeti në mes. Violiniste, nuk e vazhdove, ikët për një mundësi më të mirë, pasi që Kosova fatkeqësisht e dim shumë mirë se çfarë kaloi. Po, nuk ka qenë periudhë lehtë. Isha fëmijë, 10-11 vjeçe. Jo vetëm violina që më ka mungu, po më ka mungu krejt peja, krejt klasa, krejt shoqënia. Ka qenë diçka që shpeshere kujtoj edhe kështu vetë me vete, edhe mu adaptu atje në Gjermani ku shkum me familje, do me thonë me printemi, ka marrë një kohë, mandej me conë drejta është ndoshta edhe pa lidhje, po s'ka pas natë që s'kom qajt për pejen. Po, si fëmijë të isha, du me shku në shpej, du me shku në pej. Nuk ambjetoshe dot në Gjermani? Po, vitin e parë jo, edhe se isha fëmijë, ishim pak ma ndryshe, mentalitetet e rregullat, mungoj ke gjithçka, mungoj ke obori, shtëpis, agjallar që i kisha aty afër, atje ishim ishim vetëm, do me thonë, nuk ishim atë sistemin si mpej. Po mandej u adaptova, fillova shkollës atje dhe kishte edhe shqiptar që rishim bashkë. Edhe kështu e kemi mbajt njëri tjetrin. Ndërsa violinën, po është vërtet që edhe shkollën e muzikës në pej më zhdasht me lon, po violinën e ku marrë me veti. Po. Do ma tregosh atë momentin, do me thënë çfarë rrobash apo çfarë kujtimesh more me vete nga shtëpia jote kur ike për në Gjermani? Kur e bëje valixhen tënde gati? Në fakt, unë s'më kujtohet valixha fare, di që mami e ka përgatit, po e di që ka kom pas vesh. Edhe atë foto e kom, se kur kam bri, i kisha vllazërit atje. Ka nikur më herët ato? Edhe më kanë fotografu kur kom bri atë, se motra e ma e vogël, edhe atë fotografi e kam me një xhemper me kutia, edhe një për pantolona, kështu. Sa fëmijë jeni, Flora? Ne në shtëpi 3 vllazër dhe unë. Mbas 10 viteve më kanë mu. Çfarë thua? Që ke shërbet i shtëpisë. Je trajtuar, je rritur kështu me përkëdhelje nga prindërit, nga vëllezërit? Po shumë, më shumë nga vëllezërit ndoshta. Kam qenë shumë e përkëdhelun.
Kanë qenë edhe i kam pas edhe kështu dhe pak strikt në çdo punë dhe kam pas shumë respekt për ta. Tamam shqiptar. Edhe ma e vogla në shtëpi, kështu që qa me thonë Vlora aty. E shoh që je rritur me këtë frymën për atë dheun, me dashurinë për flamurin. Në të gjitha daljet e tua publike, ajo që mua më bie në sy në fakt, që më tërheq vëmendjen, është ky fenomeni që ti nuk e heq stemën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Flamuri shqiptar të përndjek kudo. Nga ku vjen i gjithë ky frymëzim, Vlora? Ndoshta edhe vetë mërgimi e ka bu këto, sepse ne edhe kur kemi shku atje kemi punu për me u kthy. Kemi punu për një shqiptari të përbashkët ta kemi. Edhe ndoshta ajo e ka bo, por edhe duke i ditë sfidat e UÇK-s që qa kanë bo dhe kur të flasë për ta emocionohem edhe këngën kur e kam punu vitin e kaluar për UÇK-n, kur më është dërgu demo, unë mas pari më është dash me marrë vetëm për me mujtë edhe me këndu këngën. Në me thonë, jam shumë, prekëm shumë për UÇK-n, jo vetëm për UÇK-n, por për gjithë shqiptarët, kudo që janë. I dua fort. E bukur kjo. Sa ka qenë e vështirë në ato vite në Kosovë për një femër në një mentalitet ndoshta të rëndë, që të ngjiteshte në një skenë, të merrej me violinë, që ndoshta këndimi edhe nuk vinte në pyetje. Ndesheshe me paragjykime? Po për mos me u ndesh në paragjykime, jam tërheq, do me thonë. A kjo ka qenë arsye pse e tërhequr? Po, jam tërheq edhe kom bajt në vete, muzikën e kom dasht për herë, e kemi praktiku në shtëpi, e kemi, do me thonë, edhe në shtëpi që e dojnë muzikën, por kështu në skenë nuk kam tentu me dalë, derisa stabilizohem në ato që unë e di vetë se çka bëj. Jo ta pys vllaun e ta pys tjetrin, po ta marr iniciativën edhe vetë nga vetja. Ndërsa për violin, kur kam shku, normal që më kanë dërgu vetë, shkolla edhe familja, po kur të rritesh një kohë është na që me kry një shkollë për diçka tjetër, me studiu diçka tjetër, mandej martesa e kështu. Po ti në Gjermani, si u njohë me burin tënd? Po, kur jam njoft me Gazin, do me thonë me bashkëshortin, kemi qenë në një koncert në Stuttgart. Nga që edhe ajo është muzikant për publikun që ta shpjegojmë. Edhe ishte me muzikë me estradën që kanë ardhë, do me thonë prej Kosovës, me na bu muzikë neve atje që ishim në një mërgim dhe shkonim me i pa, sa vinin. Fundjavave? Vishin, me thonë drejt atëherë s'kemi pas vetëm fundjavë, kam pas turneja dhe ka pas edhe gjatë javës, ka pas shumë organizime. Do me thënë ju jeni kënaqur atje, nuk është jeta aq e vështirë ndoshta që e tregojnë në gurbet. Ma shpjegon dot si është jeta e një gurbeqarit, para se të dalim te martesa. Po në atë kohë ka qenë e vështirë. Unë për neve për shembull jo, se unë kam qenë fëmijë, do me thonë, për mu ka qenë vetëm ajo mungesa e pesë, mungesa e shqiptarëve, edhe gjuhën e kom mësu shumë shpejt, jom ambientu me njëherë, po për djemë të ri që kanë shku pa familje, unë i kom pa me sytë e mi që kanë hekë. Do me thonë, ku kanë jetu, që që kanë bu rrugën për me pas kushte, besa një ka punu jashtë, 7-8 kanë bajtë këtu. Edhe po, do me thonë, kemi pas asi raste, ndërsa ne si familje jemi shku bashkë, edhe e kemi pas njëri tjetër. Mendoj që shqiptarët fatkeqësisht është ky fenomeni që njëri gjithmonë bëhet kurban për të qenë të tjerët të lumtur dhe kjo më dhën. Po kjo ka qenë çdo sen që kemi blenë atje, edhe pse i kishim shtëpinë tonë, banesën ose çado që kishim. Ka qenë çdo sen që e bleshim e merrshim me vete me prunë në vendlindje. Dhe një figurë të vogël, një shaj. Ka pas vlerë shumë. Ka pas vlerë shumë. A mendon që ndryshuan njerëzit këto kohët e fundit? Pse janë kaq shumë xhelozë? Çfarë ka bërë të njerëz që të kenë kaq shumë lef ndaj njëri tjetrit? Unë e shoh edhe te këngëtarët, domethënë nuk e mbështesin njëri tjetrin, ka një lloj urrëtie, ka një lloj inati, sikur e shohin Vlorën marr shembullin, mos e merr përsipër, po sikur e shohin Vlorën që Vlora me artin e saj do t'ua merr të gjithë bukën këtyre të tjerëve. Do dal prap këtu, desha veç të vazhdoj gurbet. Patjetër, po. Në atë kohë ka qenë i vështirë gurbeti sepse s'kan pas edhe lidhje, do me thonë një telefon ka qenë në një mahall, një ka pas edhe 10 kanë telefonu në atë shtëpi, ku i kanë thonë hajde në ora 11 me
me marë në telefon se të lajmëron dikush për jashtit. Në përdo në kojshi, në pe kemi pas, po kemi pas katunde që nuk kam pas, telefona që ma pak rrjete sociale që hiq, edhe prandaj edhe tash nuk e kanë vështirë në qoftë se shkojnë në gurbet. Sepse munden me provu. Tash s'kemi edhe gurbet. Shkon për 2 orë, kthesh, e provon ku e gjen veten, e gjen punën, në Stuttgart rrin sa dush edhe kthesh. Në atë kohë s'ka pas lukse, do më thonë ty shkon edhe kthesh, nëse ki shku kur të kthesh me pas Kosovën e shlirume. Tash e kanë shtetin, tash munden me provu, po ju për shtatet rinë, nëse si për shtatet kthehen, edhe na si diaspore vjetër që jemi, ma moti atje edhe na mundem me u kthy kur dojmë, mundem edhe me shku kur dojmë, dhe me thonë s'na kufizon tash kur gjohë. Sa bukur e the këtë? Ky është mesazh shumë i bukur. Për xhelozi, me thonë drejt, nuk e di ndoshta edhe jo mrit në qatë sistem që nuk jo mrit me xhelozu dikant, thashtë edhe më parë më kanë lënë për shtypje djemë të ri që shënë mundu me gjetë vetën në një shtet huje, në një vend krejtësisht me një gjuhë tjetër, edhe kanë punu bashkarisht. Edhe ajo na kanë bajt, shumica e diasporës e din këtë dhimbje, edhe prandaj edhe nuk xhelozojnë. Ndërsa për kolegët e për këngëtar, nuk e kam ditë se si funksionon kjo punë, unë kom mendu se secili e ka artën veti, edhe nuk e kom mendu që e bojnë, në thojza si një biznes, sepse arti nuk më pëlqen nëse kthehet në biznes. Tani kjo është shndruar në biznes, fatkeqësisht. Me kohë tash të punu në për shos që po i hube dhe vlera artit edhe ajo shumë gjuna, kështu që nuk e di, unë me gjithë i kam raportet mirë sepse e shikoj vetëm punën time. Dhe me thonë, tu nisë prej vetës, ti nisësh prej vetës, keq kujtë si bën, edhe qka muj me bo mirë, gëzohem shumë, ma shumë kom qef me të bo mirë se me bo mirë, sepse ndihem shumë mirë. Ndërsa ata që më bojnë mirë jam shumë falenderuse. Me kolegët takohemi për festat e fund viteve. Bashkëpunime nuk kam akoma. Bashkëpunime nuk ke se nuk don, apo akoma s'ke marrë vendimin për të bërë ndonjë... Po, në fakt kom desh mu identifiku si vlora me këngë të mia. Kom pas qef ashtu me pas një bagazh me disa këngë të mia dhe bashkëpunimet nëse vinë, pse jo, me knatësi tash edhe ndoshta ka ardhur koha pak me ndru, pak me bodhë ndonjë bashkëpunim. Sa e vështirë është që të gjendesh në këtë skenë muzikore, pasi që jetojmë në një kohë ku këngëtar kemi çdo ditë, lufta është e madhe për famë, do të thënë shumica artistëve janë në gjendje të bëjnë gjithçka vetëm që të kapin famën. Sa është e vështirë të mbjetosh në këtë skenë, edhe pse unë e kuptoj që ti nuk e ke muzikën realisht primare për fitime financiare nga kjo që e kuptova. Po, nuk e kom fillu për ashtu, po normalisht që kur punohet edhe duhet me fitu prej saj, kështu që tash jemi aktive edhe në përdasma edhe ahengje, ku normalisht që është edhe punë. Primare ka qenë për mu familja. Edhe puna muzikës, normal që edhe këto tash e kemi për një mesi kur punë. Edhe e kemi marrë seriozisht për punë, se ndryshën nuk po funksionan. Në më thonë, nuk i efekt ndryshë nëse bën ti vetëm një këngë për qefi edhe e lën aty, kështu që du të me qenë prezente, po publikut po të kërkon vetë. Edhe imponohesh me qenë prezente, kështu. Sa është e vështirë ke pyetja, Mudok? Po, sa e vështirë është? Për një femën, për nana është ma e vështirë, ndërsa për me shkuj pak ma lehtë. Po, mundësit tash janë për me depërtu pak ma lehtë, ndoshta se për para, po edhe konkurenca është tash shumë e madhe. Fatkeqësisht. është edhe, po tash kemi edhe artistë të mirë. Pa tjetër, artistët e rinj janë, shumica janë të mirë. Kemi edhe jashtë, du më thonë edhe në botë, kemi artistët të mëdhaj, kemi janë këto rrjetet sociale që mundësojnë, çka do që ti promovon edhe me publiku, po ma ndej prap vendos publiku. Si ai publiku live që kemi pas, para sistemit me internetit, si ku tash ky, e më thonë, kretë çka është në dorë të publikut. E vërtet, e përmende fjalën nën. Tani unë jam i bindur që publiku, për ato që nuk e kanë dëgjuar jetën tënde, rrëfimin, ndoshta do të befasohen kur ta ndëgjojnë 6 fëmijë. Po. 3 fëmijë, 3 njak, plus 3 fëmijë ke kështu
Një nga një, përpara. Sa është e vështirë për një femër të kujdeset për 6 fëmijë dhe plus të ndjekan dhe ëndrrën. Me dhe e kupton sa e guximshme jenë jetë? 6 fëmijë ke rritur, ke mbajtur dhe burrin, besoj që edhe familjen e burrit, Po, ata janë vjerën, në Pej, ata në janë në Pej. Kosovë, Po unë jam në keni Stuttgart. raporte. Po si. Besoj që ke raportet mira me vjerën, se këtë kohën e fundit nuset dhe vjerat janë pak, shkojnë pak si keq. Jo, shumë keq ajo. Do me thonë, më varet edhe si të pret edhe vjera, sepse vjera është në moshë ku i din rrethanat, i din gjanat, nëse nusja bën ndonjë gabim është mirë me i sqaru. Kështu që tash e kom edhe një moshë ku i kom kalu ato dhe normalisht që mund të mu bë dhe si shoqe. Si ka qenë kur ishim të vjera tani, si ka qenë dita jote e parë e martesës, si të priti vjera aman se këto gratë vdesin për këto gjëra. Po unë ju martu gjatë luftës, që ishte lufta në Kosovë, edhe nuk e kishim askën, do me thonë vetëm familja ime ishte në Gjermani edhe bashkëshorti im. Jemi martu pa dasëm. Kemi bu vetëm një ndaj kështu familjare, edhe pas një viti kur kalin djali, kemi shku, edhe lufta mbaroj, dhe kemi shku në Pej me i vizitu dhe me i njoftu familjen e burrit. Si ishte momenti i parë me vjerën? Mirë, ka qenë, do me thonë, si një nanë e dytë, për mu, ajo ndjenja, për me shku me pa, edhe kom pas qef shumë, mi njoftu. Familjarë tanë janë njoft në mes veti, sepse janë në Pej, po unë si e vogël edhe nuk më ka ra me i njoft. Që që ka qenë diçka shumë e bukur, ja qova një djallë të madhe dhe një djallë të vogël. E kisha djallin e vogël me vete, 2 mujsh. Edhe ishin hala ato traditat ku merrnin dorë. Mos më thuaj që ke marrë dorë. Po, ku marrë dhe dorë. Ke marrë dorë. Bravo. Qef, nuk e di tash sa e praktikojnë, po Ku praktikojnë tani s'praktikojnë që deri para 10 viteve e di që kanë praktiku. je veshur dhe me dimia, Jom vesh me jelek të pejes. me ele. Po, me mintan kështu. Edhe jam vesh për qef, kanë ardhë hallat e burit, kemi bu një zjafet. Zjafet i bie kështu gzim. Ndjej, po, që me kompenzu atë kohën që si kemi bu dasme, do me thonë, ma ka bu vjera këtë zjafet. Për zjafetin e bojnë edhe për lindjen e fëmijut, që kisha e gëzonin djalin me vetë. Të gjithë e bëjnë zakonisht shqiptarët, kur na lind një fëmijë, të gjithë e bëjnë 1 fëmijë, 2 fëmijë, 3 fëmijë, gjithë ka gzim. Ndej më dash mu edhe pak me u ambientu edhe në ato adetet, sepse unë veç i lash këtu si e vogël, edhe pse i kom përcjell, kom pas qef kështu. Edhe ka qenë knatësi, si diçka si një film, si një art në veti, edhe ajo ardhja në Pej. Unë mendoj që të qenurit artiste, të qenurit një shpirt e një këngëtare, sepse unë e di që ti je një këngëtare, jo këngëtare e thjesht, por një këngëtare që e do muzikën, e ke në shpirt të flen. Dhe mendoj që është një super kombinim, edhe martesa jote bashorti muzikant, keni gjetur gjuhën e përbashkët, dhe mendoj që edhe tek shtëpia e vjerisë tënde ka patur ndonjë frymë muzike. Po si, ta gjithë janë muzicianë, E dhe me pra, thonë, edhe jeni bashorti gjetur edhe gjithë. vllavë dhe po. Shumë bukur, kjo është fantastike. Ç'mesazh ke për këto nuse dhe vjera që s'kan asnjë lloj kontakti? Do të thënë, shkojnë sikur të jenë armiqe dhe jo nuse e vjerë. Po tash, të ishin gjitha si kurone, si ka vjera, si ka nusja, do të jenim një poq shumë të mirë, sepse jemi familjar. S'kemi ku i qojmë njëri tjetrin. Mesazhi nuk mund t'jap mesazh me të thonë drejtë, sepse nuk i dim raportet, nuk i dim se si sillen, ka dhe vjera që e kanë jetën monotone edhe fiksohen vetëm të nusja e djalit, pse gjithmonë na nuse nuk rrim, dhe ne i rritim fëmijët tanë, i kemi obligimet tona. Unë mendoj që vetëm respekti i bën bashkë. Jo me shiku si vjeherë si nuse, jo po ma don djalin ma shumë, jo më pak, sepse unë mendoj aty bëhat fjalë për një dashuri të ndryshme. Do me thonë, nana me djalin, nusja me bashkëshortin është një dashuri tjetër. Mandej kur të krijohet edhe familja dhe ke obligime tjera, mendoj që edhe vjera duhet me kuptu. Jemi me angazhime, sikur ajo vetë që i ka pas, edhe me mirë kuptim, me respekt. Po rolin kryesor e lun djali. Djali është kryefjala. E vërtet. 6 fëmijë, Vlora. Si kanë qenë etapat e jetës me 6 fëmijë? Po, kështu kur më pyet, më duhet me i kujtu, sepse jo si ka haru Vlora asnjëherë, po kom funksionu po më duket.
edhe kur funksionon, nuk i mendon shumë. Do me thonë, e din që kemi kry këtë etapë, ki punë shumë, ka qenë knaqësi. Unë vetë kom dashtë kështu, do me thonë, jo që kom dashtë me i linë trenjak. Kjo ka qenë dhuntia Zotit, edhe nuk e kemi planifiku fare, sepse i kisha 3 fëmijë të rritur, nuk. Si ishte momenti kur e more vesh që trenjak janë? Po, momenti ka qenë diçka që e kom pyet mjekën 2-3 herë se ai e sigurt s'ma ka marrë mendja. Sepse nuk e disha fare që që jom shtatzane, me thonë drejt. Ishte surprizë. Po, edhe me 3 ashtu. Herën e parë më tha i ki bineq. Do me thonë 2, sepse ka mendu që ku me ditë. U lehtësove pa. Po, tash 2 ka pas ma shpesh. Tash po dëgjojmë edhe për trenjak ma shpesh. Atëherë në atë kohë, po, tash me ti bojnë 12 vjetë, edhe në atë kohë se s'kom dëgju. Kom pa në për televizione aty, dhe po nuk e kom ditë që në këtë sistem edhe bën ashtu. Po, vetëm, cili nga fëmijët është që ngjason më shumë ti nga mami dhe babi te muzika? Të muzicient i kam 6 fëmijë. Vërtet? Po, kanë kryer edhe shkollën e muzikës atje në Stuttgart. Të gjithë janë muzicient, secili ka instrumentin vet, janë shumë muzikal, do me thonë, kanë vesh për muzikë shumë. Vlora, mesazh i bukur në fakt kjo për fëmijët, po besoj që ka qenë pak e vështirë rritja e vetme në Gjermani, ka qenë një sfidë më vete, ëh? Patjetër, unë mendoj që secila nane e din këtë ndjenjë dhe këtë sfidë. Po me 3 fëmijët e parë, do me thonë jam përshkurshtu vetëm për ta, edhe e kom marrë si normale, se secila nanë ka fëmijë edhe e kom marrë si normale, kam qenë edhe vetë e re, me thonë drejt jom rrit bashkë me fëmijët e parë. Edhe kom pas edhe bashkëshortin të kohën afër vetes, edhe pse ai ka bërë shumë muzikë dhe ka pas edhe një punë në Gjermani, po ato kohë që kemi pas bashkë, kemi qenë bashkë, jemi shumë familjar të dytë. Ndërsa kur kanë ardhur trenjakt, ka ndryshu pak sistemi. Të u bo një të lovi tjetër, muzika të ndryshme, po edhe këta fëmijët e mdhej, mandej janë lidhë me këta të veçlit, edhe çdo ndihmë kisha edhe prej tyre. Ka qenë një ndihmë, ka qenë edhe për ato. Sa e bukur kjo. Shtëpia juaj, tashmë një shtëpi e mbushur plot, unë kam parë dhe një fotografi të vitit të ri. Dhoma e madhe plot me fëmijë. Çfarë mesazh do t'u jepje këtyre vajzave të reja të cilat në fakt stepen në këtë drejtimin që unë dua të kem vetëm një fëmijë, është jeta më e bukur, është jeta më e lumtur, nuk duam të vejmë vështirësi në jetë sepse ti je nëna shembull 6 fëmijë, por ja ku je në këtë karige, ke ndjekur dhe ëndrrën e muzikës, këndon nëpër koncerte, bën videoklipe, domethënë fëmia nuk të ka penguar në jetë për të ndjekur një ëndër. Po, një kohë e kom lënë vetë, do me thonë, kom pas qef me qenë afër fëmijëve, edhe si tregova derisa e mora veten që unë tash vendosi veç vetë, po nuk besoj që në këtë kohë kanë të rejat nana ndalesa. Do me thonë, e kanë bashkëshortin, ku e lejon, e kanë shkollimin, i kanë gjitha ku munden mi bu paralelisht. Nuk besoj që do të me qenë vetëm zonjat kështu edhe mos me mendu shumë. Ne nuk kemi menduar me gazin kur jemi martu që do kemi 6 fëmijë, ose 2, ose 3, ose e kemi dash njëri tjetrin edhe rrugës vinë gjanat e bukura. Çfarë u ka bërë juve ta mbani martesën kaq të lumtur? Sa vite bashkë jeni? Bashkë afër 30 viteve jemi. 30 vite? Po, do me thonë martesë kemi 26 vite. Dhe gjithmonë kështu ka qenë martesa, sepse vetëm arti jot dhe suksesi jot tregon që domethënë ke një mbështetje nga bashkëshortit jashtëzakonshme. Po, sepse dhe ajo ngjë edhe këtë fushë të muzikës, po edhe si familjar kemi pas vetëm njëri tjetrin atje, edhe jemi mësu kështu bashkë. Çdo sende kemi bu bashkë, çdo shëtitje bashkë, çdo udhëtim bashkë. Tash më na ndodh më shpesh, mu po ndodh me ardhë dhe vetëm. Sepse kur kam me bo videoklipe kështu nuk ka nevojë me qenë gazi. E kemi ekipen, e marrë ndoshta njënin djalë ose njënin vajzë, dhe gazirin e kryjmë punët e veta, po kështu në Muzika Live jemi bashkë. Unë kisha jap mesazh të vajzave që mos mendojnë shumë ashtu se çka do të bëjmë me plan, nuk shkon jeta bashkë me plan. Nuk shkon me letër dhe me laps. Ka shans ashtu, se edhe prandaj dëshpërohen. Sepse mendojnë shumë e kumbu kështu planin. Rjetë që mi ma, natërshëm, delë shumë ma mirë. Më thuaj momentin
Kur ka qenë momenti që ti e bërë xheloze ekstrem për gazin, ama do ma thuash? Gjeloze, si janë bo. Besoj që në fillimet e para, po. Jo, ai ka qenë gjeloz. Seriozisht? Po, do me thonë, ai në atë kohë, kur ishim në të fejum, unë kom ujtë edhe me këndu dhe bashkë me gazin. Po. Po, në atë kohë ka qenë pak e vështirë edhe femna, do me thonë, po, edhe ku me ditë se çka ka mendu gazi. Kur të hypi tash në skenë, në atë moshë të re, ai do e krijojmë këtë familje që e kemi. Ndërsa këto e ka mendu gazi. Ndërsa unë e kom shty ka muzika shumë. Po e ke dashur ekstrem me shpirt. Unë i kom thonë shko ti për mu s'ka problem, e di që ka ardhë në mëngjes, përpara e ka pas muzika shumë premte shtunde djele në për diskoteka ku jënë bajt, po muzikë popullore, do me thonë. Edhe ka ardhë në mëngjes, kemi pas as telefona kështu mobil, ndërsa njoni dikush e ka pas e kemi kontaktu ata për pak me marrë informata se a janë mirë, kështu që kemi prit deri sa në kthy në mëngjes. Kuptimi i besueshëm sa. Po, besimi, respekti. Pse përzjodhe që ta këndosh muzikën e pastër qytetare? Nuk është edhe e lehtë, ëh? Do të thënë pse nuk përzjodhe të këndosh tallava, po zgjodhe të vish me muzikë qytetare. Unë gjitha muzikat i du, më pëlqejnë, me ditë me këndu tallava, edhe ajo është diçka punë e madhe, po duhet me ditë me këndu. Unë jam rrit me këngët të Shqipënisë mesme, me këngët të qytetare dhe të fejes. Kastrat, mo, kastrat? Po, ato janë kastrat, do me thonë edhe të malësis. Po, të kastratët problem pak tallavaja. Po, jo, nuk e kom dëgju ma heret, kur kom në mosh, kur kom fillu me shku me gazin në muzika, e kom po edhe atë pjesë që po praktikohet atje, edhe e kom dëgju, do me thonë, jom rrit me këngë qytetare, edhe prandaj ndoshta më ka flajt më shumë. E bukur kjo. Ju keni bërë edhe një videoklip. Do të thënë, ardhja juaj në Shkup ka qenë me bereqet. Ke qenë në koncert, ke kënduar për shqiptarët e Shkupit, Maqedonisë. Ke takuar dhe grupet e tjera ansamble që ke marrë dhe ftesa për të qenë prezente në qytetet e tyre. Njëkohësisht edhe ke bërë një videoklip, e ke xhiruar në qytetin e Shkupit, në Qarshi. Në Qarshi. Kam marrë dhe për festivalin në Saraj. Po. Festa shumë e bukur, diçka fenomenal. Janë njerëz të mrekullueshëm, janë mikpritës. Edhe aty ka 4 vite që kom marrë ftesën edhe s'ka mujtë më ardhë. Po. Ande, po, e kom lënë, do me thonë, portën hapon që kur të vi, kom ndajt ma gjatë edhe kom ardhë të secili nga ju. Faleminderit. Por, dua të them që këtë mikpritje që kom marrë këtu, nuk e di si ta them. Shkupi, shqiptarët e Shkupit, pa mu i qëpun kam, për një respekt, te për mirë. Ju përgëzoj për këtë dashni që jepni për shqiptarët në Mezveti. Patjetër, sidomos shqiptarët e Kosovës. Shqiptarët e Kosovës ne i kemi pikë të dobët nga e gjitha ajo që ju kaluat, beso që ne kemi ndjerë dhimbje njëjtë siç e keni ndje ju. Tani vetëm ju e dini trishtimin, sepse është ndryshe ta shohësh me sy, ndryshe ta përjetosh, ndryshe të jesh pjesë e atij akti të tmerrshëm, por ne gjithmonë jemi rritur me dashurinë e madhe për Kosovën dhe çuditërisht e bukur është kjo, edhe fëmijët tanë e kanë, domethënë, Zoti sikur ka vënë dorë te ne shqiptarët këtu, e kanë një lloj ndjenje tek flamuri kombëtar, tek Kosova jonë e dashur, domethënë, është trashëgimi dhe kjo është më e bukur. Kënga që ke punuar, çfarë teksti ka, për çfarë bëhet fjalë? Se kam parë një klip goxha të investuar, më duket se kisha harxuar shumë lekë te këto veshjet, se ja për shembull ke ca byzilik në përduar, ca gjëra që kushtojnë. Këto nuk jap shumë rëndësi në kosto, me të thonë drejt. Se këto këngëtarët nga 2-3 euro i blejnë takat, apo si ashtu? Jo, s'jam ashtu, unë jom rritë në Gjermani, do me thonë, veshjen e kom të atjehit. I merr original ti atje, s'ke nevojë. Po, ndërsa këto kompëtaret i marrë të Tiara Fashion në Prizren. E kam parë, patjetër, se e kam parë dhe në Facebook-un. Po, ajo më vesh, do me thonë, Kimetja dhe zonja Kimete dhe jam shumë falenderuse, sepse ka një veshje që punojnë me punë dore, edhe thash ko me shku në Shkup më duhet diçka, edhe i mura ato me veti, ndërsa fustanat e kështu zakonisht janë të mirë.
po nuk harxhon shumë lek në këtë drejtim. Po, sepse jam përkushtu ma shumë për fëmijët e mi, kom pas qef që atënve mi u bo kushtet. Për vete normalisht që arti edhe e kërkan. S'ke qare pa i vesh, pa i ble, po normalisht që kështu kam qenë edhe ma përpara atyran. Edhe si fëmijë, kom pas qef modën kështu pak me ndjek. Tani, le të bëjmë një lajm. Unë e di që ti do futesh në Big Brother. Do futem? Po. Jo, se di. Ka ndonjë ftesë për Big Brother, sepse tani për shembull e shohun formatet si Big Brother, këngëtarët të klikushëm që kanë lajka, kanë klikime, menjëherë ju vjen ftesa. Si do e kishe parë veten tënde nëse do të ishe në Big Brother? Me thonë drejt, nuk e kam bendu fare, sepse nuk e di a është edhe format për mu. Le ta mendojmë tani, jo, do të ishte shumë e bukur. Pse jo, një nën, ti je nëna Po, shumë. unë do jep ja ndoshta vetëm qa do jep të? Kulturë? Mirën. Po nuk e ti japë gjë tjetër. Ti do të ishe ideale për atë format. Pse? Sepse nëse deri tani kemi parë vetëm luftra, debate, do të kishim një nuk e nën di a isha. shembull me 6 fëmijë, një grua e cila ka një familje të rregullt dhe shumë të suksesshme, një vajzë e cila ndjekën ëndrrën e saj dhe sot është kaq e realizuar. Ja ku është shembulli më i bukur. Po nuk e di a është ai format, pra po e thamë. Ta kthejmë formatin. Nëse është formati edukativ dhe të mësojmë diçka për familje e për art, pse jo, po nuk e di a kisha mujt me ndajt ashtu gjatë në një vend. Ti nuk rin dot e izoluar, a? Jo. U thej shumë, edhe kur s'kam punë kështu me muzikë, u thej me fëmijë. Cili është udhtimi më i bukur që e ke bërë? Që ti e veçon si udhtimin më të bukur familjar? Familjar, po sigurisht vitet e para, do me thonë me fëmijën e parë, kur kemi shku në Spanjë dhe në atë kohë, këto ndashta më kujtuan, po secili është i bukur, secili bushim që je me fëmijët, je me familje bashkë është i bukur. Nga njerë është edhe vetëm unë e gazi bukur, se lodhemi kështu që Më thu, edhe vetëm çfarë do t'i kishe thënë Gazi tani që nuk ja ke thënë kur në jetë? Një fjalë që ty të ka mbetur kështu në shpirt apo një falënderim apo unë me të vërtet nuk jam tip që e shprej shumë kështu. Gazi shprej dashnin ma shumë. kush është më romantik, është Gazi? Gazi ma shumë e shprej. Unë jam me vepra kështu. Dallohet njeri kur e don njerin, ose s'dallohet. S'ka nevojë t'ja thënë çdo ditë. Ton aty. Kështu që çfarë mi thon Gazit, unë e du sikur fillimet tona. Ky ishte Sikur mesazhi. të ishim sot bashkë. Ky ishte mesazhi më i bukur. Vlora, unë të uroj që të kesh gjithmonë këtë energjinë edhe të na sjellësh këngë të bukura. Shpresoj që të bësh Vlora e të gjithë shqiptarëve, ashtu siç e ke edhe emrin, e ke emrin e qytetit më të bukur. E shikoj që ja, ku dolëm edhe te familja që domethënë gjithmonë jeni rritur me tabanin shqiptar, sepse emrat shqiptar, dhe shpresoj që nesër fëmijët e tu të bëjnë krenare me artin e tyre, pasi që kanë dhe muzicienë, dhe pse jo në shqiptarizëm, por të prekin në skenat edhe të Gjermanisë dhe të tregojmë që ka shqiptar të suksesshëm që din të bëjnë vepra të bukura. Po pa tjetër, zë me thonë vetëm me artë, qka do t'jenë, veç që t'jenë fëmijë të mirë, të bëhen njerëz të mirë. Shumë e bukur. Cili është mesazhi jot për të gjithë shqiptarët, si jemi në minutat e fundit, më? Sa ma shumë bashkë. Ma dashtën bashkë, mos t'i harrojmë vujtjet tona që i kemi pas me shekuj. E bukur. Unë të falenderoj shumë. Shumë falenderoj që ishe mua. E pra të dashur miq, ishte kjo Vlora Kastrati, mund ta ndiqni nëpër të gjitha platformat digjitale të saj, këngët të Vlorës mund të klikoni në YouTube. Sidomos ju që jeni në udhëtime dhe ku më bukur se të dëgjoni muzikën e pastër shqip, lishoni në makinat tuaja, udhtoni dhe kënaquni me këtë zë të bukur të Pejanes, e cila realisht ka tronditur jetin për 4 vite me radhë. Ne do takohemi të dielën tjetër, ju vazhdoni të na ndiqni në platformat tona digjitale me subscribe dhe për fund unë do ta mbyll me një thënie si gjithmonë. Të shkojmë ku të shkojmë, le të mos harrojmë që jemi shqiptar, ta duam njëri tjetrin dhe ta mbështesim. Gjaku ujë nuk bëhet.